Jemi motra. Vetëm ne të dyja. Jo, kemi njëra tjetrën dhe plotësojmë shumë mirë. Kështu që jemi, domethënë, shumë të lumtura, jemi në njëjtin profesion, jemi të dyja mjeke, edhe i kemi përputhshmëritë kështu. Shoqe, motra, kolege, gjitha gjëra, domethënë. Kjo ka qenë. Ne jemi fiksa i puzzle-i që me njëra tjetrën thonë jemi plotësuar, absolutisht. Është emocionale sepse është distanca nga familja, pastaj kur e ke gjysmën tënde më të mirë nga familja, është rruga është më e lehtë akoma. Burat mi pas vlezër. Jo, aq afër jo. Mirë, shumë mirë. Jeni bash shoqe? Jemi motra. A jeni motra? E pas këtë botën. Sa motra jeni? Vetëm ne të dyja. Është ju dyja? Po. Keni vlezër? Jo. Veç ju dyja. Vetëm ne të dyja, po. A ju mbet Marokës që se keni një vëlla? Jo, kemi njëra tjetrën dhe plotësojmë shumë mirë, kështu që. Ti tha që as pak. Si as pak? Jo, duket sikur jam plotësisht e kompletuar, domethënë. A një që vëllau bën gjithçka për motrën? Po ta kisha dhe atë, do thoja jam e kompletuar. Kaq sa më ka dhënë Zoti, jam domethënë shumë rregull, shumë e lumtur. A të keni raportin si e keni? Me që veç ju dyja që janë këtu. Jemi domethënë shumë të lumtura, jemi në njëjtin profesion, jemi të dyja mjeke, edhe i kemi përputhshmëritë kështu. Shoqe, motra, kolege, gjitha gjëra domethënë i kemi. Jam si ju, edhe profesion të njëjtë jeni. Po. Po një ndonjë histori interesante që keni patur gjatë këtyre viteve, që ja vlen, na tregoni pas që ka ndodhur me motrën? Ka pas momente shumë të vështira që ne kemi mbështetur shumë njëra tjetrën, edhe ka qenë domethënë situata jo fort të këndshme, por që dashuria dhe ajo pjesa e mirëkuptimit dhe e mbështetjes emocionale që kemi pas te njëra tjetra ka qenë jashtëzakonshme dhe ka qenë ajo shtysa që na ka shtyr përpara për të kaluar çdo lloj sfide. Kjo ka qenë. Ne jemi fiksa i puzzle-i që me njëra tjetrën thonë jemi plotësuar, absolutisht. Cila ka qenë faza më e vështirë që keni kaluar si motra, që tha ka treguar moment? Është pjesa e shkollës, është pjesa e viteve të universitetit që mbështetja, domethënë aty ku kuptohet realisht mbështetja dhe domethënë suporti që kemi ne për njëra tjetrën. Duke qenë dhe shkolla e njëjtë edhe kjo. Besoj se kjo, domethënë një nga pikat emocionale dhe gjithçka tjetër, domethënë. E para është emocionale sepse është distanca nga familja, pastaj kur e ke gjysmën tënde më të mirë nga familja, rruga është më e lehtë akoma, kështu që. Përmend distancën, ka ndodhur ndonjëherë të jeni larg njëra tjetrës? Deri tani jo. Për kjo puna tash vitet po shkojnë, do të martoni. Po. Si e mendoni pa njëra tjetrën afër kështu? Të ardhmës nuk i dihet, por që shpresojmë që domethënë të jemi afër dhe të kemi mundësi që ta ruajmë prapë këtë lloj marrëdhënie të mirë që kemi sot. Dëshirë burat mi pas vlezër. Jo, aq afër jo. Jo, aq afër, a? Jo, aq afër. Se di, kështu e kam menduar, domethënë kështu e kam projektuar të ardhmen deri diku, po, që si dihet. Që si dihet fati. Si dihet. Po kjo për shembull motor punohet, interesant është. Interesant është si lidhje, si marrëdhënie, nuk e kemi menduar domethënë për të ardhmen, kështu që është era parë që vim në Prizren, edhe po na duket bukur, domethënë era parë që vim në Prizren dhe po merremi në intervistë. Era parë sa mirë. E Kosovë keni qenë ndonjëherë? Në Kosovë kemi qenë, unë kam qenë në Prishtinë, por që Prizreni që nga shumë i bukur. Nuk e di nëse mund ta sugjeroni në një vend që mund të vijojmë turin ton gjatë ditës sotme. Do të tregoj shumë vend bukur ata Prizreni. E ka Marashin, lidhen e Prizreni. Në distancë janë afër, domethënë nga këtu. Këtë vendi. Okej. Është vend që ja vlen. Është vend historik dhe ne e dim nga historia domethënë për çfarë njihet, kështu që domethënë do ishte mirë që ta eksploronim edhe gjatë ditës. Turin do ta vazhdoni? Do ta vazhdojmë, po, gjatë ditës. Gjatë ditës. Po. Po kështu mos që jeni single, ai jeni single më fal. Ju bëj pak për spesë është. Kam dëshirë ka pak me spesë apo vajzave. Po na duket vetë si ato vipat që prononcohemi apo jo? Nuk do të jeni vipra edhe ju. Nuk ka problem vip mu po. Faleminderit për intervistën, për fjalët e bukura dhe po do të bëj intervistë për meshkujt e Kosovës. A ju lan përshtypje diçka? Shumë të sjellshëm. Domethënë ishin gatshëm për ndihmu, domethënë edhe pas nevojën për t'i pyetur domethënë për guidën, edhe ishin shumë sjellshëm. Domethënë përgjithësi njerëzit e Kosovës. A do të kishit dëshirë ta keni një çon nga Kosova më përpara apo nga Shqipëria? E njëjtë, unë nuk mendoj që është bën shumë
shumë diferencë ose problem kufire. Domethënë, si çurat e Kosovës, ne i shikojmë domethënë nga se kemi, unë kam pas edhe në shkollë nga Kosova dhe ishtë një njerëz shumë mirë, nuk është se kanë diferenca në mentalitet, në kulturë nga neve. Janë, domethënë, një njerëz familjar, janë njerëz goxha që e dun punon, e dun suksesin, e dun arritjen, kështu që është gjëja më e mirë e mundshme. Do në fund ka një mesazh me që mos t'i marrë shumë kohë, ka një mesazh ndjekësit tanë histori tjetës, ndoshta do t'i motivon shumë për jetë, sa do pak do t'i shëpej për jetën, ka një mesazh. Do t'ishte mirë që çdo qëllim që njeriu ka në jetë të përpiqet me gjithë forcat e veta për t'i arritur, me gjithë mirësinë e tij për t'i arritur, edhe mos dorëzohet asnjëherë, sepse sfidat janë të pafundme, por qëllimi duhet ngelet ajo, me thënë, synimi final për të realizuar. Kështu që mos humbi atë esencën e mirë brenda vetes, them unë. Se njerëzit e mirë po humbasin çdo ditë më shumë, edhe kjo është gjëja e mirë që të ruajmë veten edhe njeriu i mirë që është secili nga ne. Bisedë e këndshme. Kisha kënaqësi shumë, i bëni të fara shumë Shqipërisë. Faleminderit, Sidomos Tiranës. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për intervistën. Kaloni bukur. Unë të mbarë. Gjithë mirë.